Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban arrestuan në flagrant shtetasin LSH, 58 vjeç, banues në Vlorë, pasi u kap duke drejtuar një automjet në gjendje të dheur. Referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin FB, 34 vjeç, banues në Vlorë, pasi u kap duke drejtuar një automjet pa leje drejtimi. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Himar referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit SD, pasi dyshohet se ka perë disa pemulliri në një sipërfaqe toke për pronësinë së cilës është në proces gjyqësor. JH, 54 vjeç, për veprën penale ndërtimi i palishëm. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarand shpallën në kërkim shtetasen MP, 54 vjeçe, banuese në Ksamil, për veprën penale ndërtimi i palishëm. Punohet për kapjen e 54 vjeçares. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vlorë referuan materialin në prokurori për vlerësim për këto raste. Shtetasit MG, 24 vjeç, SV, 23 vjeç dhe MV, 24 vjeç, janë konfliktuar me njëri tjetrin në lagjen ujë ftohtë. Shtetasit AL, 46 vjeç dhe DZ, 24 vjeç, janë konfliktuar verbalisht me njëri tjetrin për motive të dobta në lagjen Isa Boletini. Materialet procedurale ju referuan prokurorive kompetente për veprime të mëtejshme.